Zjarri nëntoroshi për masave të mëdha që përfshiu mesditën e së dielës zonën mes fshatrave Drizë dhe Peshta në bashkinë Fier, la pas dëme të mëdha sipas banorëve në banesa në mjete bujqësore, Shpesë, Vreshta, Ullishte, por edhe në bazë ushqimore për bagëtit. Para mua me të shtëpia që dua të vi një inxhinier të kontrolloj shtëpinë, se nuk më mban me shtëpi. Mund bjerje. Komplet pllakat lartë janë. Dalin s'ka të fare, merë, çdo gjë që është. Dritare, rrjeti elektrik, brenda jo, hidraulike të tëra. Dy lyme me gjysmë Vresht një herë, të vinte këtë veje ta shikoja atje në vend. Ullin, Kunapi jeton në Itali familjarisht, janë djegur gjitha të rrenjë ullin. Neve na janë djegur 2 baca me ullin, nga 25 rrenjë që kisha 50 rrenjë ullin njëherë janë bërë kështu shkrum. E shumë të tjera dëmtime në këto, po ky është Kunapi im këtu, ky është dëmtuar edhe nga shtëpia, nga dëme kështu, jo freza, jo. Tani ne në fshat jemi dhe Shpesë, koçka të shtruara, dëmtime janë, gjuna tani, me zika kështu. Ata pohojnë se kur më parë nuk kanë parë një zjarr të tillë në zonën e tyre që të rrezikonte banesat dhe jetët e njerëzve dhe shprehin mirënjohjen për ndërhyrjen e shpejtë të forcave të policisë, zjarrfiksëve dhe helikopterëve të forcave të armatosura, të cilët bën të mundur neutralizimin në kohë të flakëve. Policia ka bërë pamundurën, helikopteri ka shotur shtëpinë. Edhe zjarrfiksit kanë bërë pamundurën, nuk e lejon gruan në zorën. Na policia jemi okay. Ajo nga ajri ishte mirë, edhe zjarrfikset, edhe ata çuna, domethënë me shufra, me ujë, me këto, domethënë nuk e se neglizhuan. Shumë prej banorëve të zonës kanë ardhur nga jashtë vendit të alarmuar pasi janë informuar për situatën problematike të shkaktuar nga përhapja e flakëve. Ndërkohë policia ka arrestuar autorin e dyshuar të zjarrvënies, 20 vjeçarin Nikola Jaso, banues në Drizë, i cili dyshohet se ka ndezur zjarr në tokën në pronësi të babait të tij për djegjen e disa barishteve. Por flakët kanë dalë jashtë kontrollit, ndërsa banorët apelojnë për kujdes në ndezjen e pakontrolluar të zjarreve në këto ditë të nxehta. Pa dashje mund të jetë ajo, si ka qenë ngjarja, nuk e dim se shumë folën, e thonë janë kapur 2 persona që i kanë marrë. Po a është e vërtet ata 2, apo mund të jetë një njeri tjetër dhe hëngrën ata 2, nuk e dim këtë gjë. Po ajo ngjarje që dje është katastrofike, këtu tek ne kanë ndodhur, po kanë shumë shpejt, ka marrë dhe pylli. Po këto dëmet janë bërë në bujqësi, ne na kupton, ne jemi fshatar. Është e pranueshme që të digjen tashmë hamulla në këto temperatura. Temperaturë nuk do të jesh edhe me mjet të ruash, se mund të lëshoj dhe mjeti im freza, mund ta lëshoj një shkëndi. Aty është gjë më ekstreme që nuk do të lëvizur tani. Sidomos në për këto toka që janë të papastruara, pylli është i madh, bari është i madh, ka pasur zhvillim si vjet. Ndërkohë, sipas të dhënave nga sektori i mbrojtjes pranë prefekturës Fier, zjarri i djeshëm përshkoi rreth 110 hektar sipërfaqe me shkurre dhe ullishte.